pejgamberi Allahu thot inal abda idha akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kur robi bën një mëkat caktuar, ati i vendoset në zemër një pikë e zezë. Në ade zide fiha hatta ta'lua qalbuhu. Pra nëse vazhdon, atëherë kjo dominon edhe i nxjerr zemrën. Por thot, në qoftë se ai kthehet me pendim, me istighfar dhe me pendim, zemra i pastrohet. Sikurse gota e cila kur mbushet me diçka të ndaluar, me verë, me raki, apo me ndonjë pije tjetër, madje edhe me helm po tjetër, në qoftë se ajo shpërlahet vazhdimisht me diçka të rrjedhshme, me një ujë të vazhdueshëm, ajo kthehet në gjendjen e parë të pastërtisë dhe të çiltësisë së saj. Kështu është edhe me zemrën e njeriu. Qofse ne vazhdimisht e pastrojmë zemrën me istighfar, me pendim të sinqert, çfarë do helmi që t'jetë futur brenda, madje edhe në thellësitë më të mëdha të brendësisë kësaj zemre, ajo pastrohet krejtësisht, sepse pendimi kanalizohet, shkon në gjithë damarët e zemrës, në kuptimin metaforik, saqë e pastron krejtësisht zemrën. Pendimi dhe istighfari i sinqert. Por kjo është ajo shkenca e zemrës që na duhet me kuptu, mëkati është njoll, përsëritja është errësim dhe vazhdimësia është verbëri shpirtërore. Në këtë pikë, thirrja ekziston ende, por njeriu nuk e ndjen më. Ajo që na duhet me pas parasysh është që duhet këtë thirrje me kuptu, duhet këtë thirrje me përjetu. Pra, jo vetëm mekanikisht, tash na po e zbërthejmë problemin. Edhe jam i bindur që prej sot na ndryshe kemi me pas qasjen ndaj shpirtit. Ndryshe kemi me pas qasjen ndaj kësaj thirrje të shpirtërore. Ndoshta dikush prej nesh nuk e ka kuptuar që shpirti edhe po thirka. Ndoshta dikush prej nesh nuk ka pas parasysh që shpirti ka gjuhë, por s'ka vokal edhe s'ka fjalë. Shpirti ka përjetim. Shpirti ka afshim. Shpirti ka ngazëllim. Qofse na dim çto me i kuptu edhe me i orientu në jetën tonë, atëherë kemi arrit një ngritje të lartë shpirtërore. Sa më thellë që futemi në shpirtin tonë, aq më lart ngritemi drejt Zotit tonë. Sa më shumë që gjurmojmë shpirtin tonë, aq më shumë ngritemi drejt Zotit tonë. Kjo është ajo që Zoti kërkon për ne.